Ka më shumë se 8 vjeç që s'ka udhëheqës. Deri tash Agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale funksionoi me ushtrues detyre, madje s'pati as punësime të stafit tjetër. Por nga e marta, në bazë të rezultateve të konkursit për kryeshef, këtë pozitë do ta ketë ish kandidatja për deputete e lëvizjes vetëvendosje e ish këshilltarja e ministrit të drejtësisë Vlora Nimani Hajnuni. Megjithse para në listë sipas rezultateve të publikuara, ajo nuk pati performancë të mirë në testin me shkrem, por që në pikët e intervistës ato që e vendosën në krye të listës. Në rastin konkret shohim krijohet një tendencë të paktën në dukje, një konflikt interesi në dukje, se në rastin konkret kemi të bëjmë me politizim të këtij institucioni. Dhe kjo është problematike do të thotë si për kandidatët të cilët kanë qenë pjesë e kësaj gare dhe po ashtu edhe për palët e treta që potencialisht kërkojnë shërbime nga ana e këtij institucioni. Shala konsideron që është shqetësuese mënyra se si ka funksionuar institucioni deri më tani. Fillimisht është shqetësuese fakti se kjo pozitë është mbajtur për kaq gjatë me ushtrues të detyrës, përkundër faktit që legjislacioni në fuqi nuk e lejon që një pozitë mbahet kaq gjatë, do thotë në bazë të ligjit të fundit, plotësim ndryshimit për të ligjit për zyrtarët publik, maksimumi që mund mbahet një pozitë është deri në 2 vite. Sipas njohësës së politikave shëndetësore Saranda Ramaj, kjo tregon që edhe kjo pozitë me rëndësi është politizuar. Ka absolutisht indikacione që kjo pozitë, si të gjitha pozita tjera, edhe në shëndetësi, edhe në sektor tjerë, të rëndësishme, është politizuar. Nuk du me paragjyku kandidatën në fjalë për kualitetet ose vlerat që mundet me sjellë në menaxhimin e këtij institucioni, absolutisht një nga më të rëndësishmet. Ramaj tha se do të jetë sfiduese udhëheqja e këtij institucioni. Do t'jetë shumë sfiduese për kushdo që do të bëhet kryeshef, kjo për faktin që për 8 vjet ose edhe më shumë, aty as nuk është shtuar ndonjë punonjës. Ka mungesë stafit, ka absolutisht mungesë efikasiteti. Sipas procedurave të parapara ligjore, tani Ministria e Shëndetësisë do të propozojë kryeshefin për votim në një nga mbledhjet e qeverisë. Televizioni për këtë ka pyetur Ministrinë e Shëndetësisë, por ata nuk kanë kthyer përgjigje.